një utrim është se në Gjermani është një komunitet shumë i madh shqiptarësh, edhe sigurisht ndodhin edhe ahengje të ndryshme. Martesa fejesa nuk është që bëhen vetëm në Kosovë nga diaspora e Gjermanisë dhe Zvicrës, meqense janë shumë në numër. A keni mundësi me marrë pjesë në ahengje të ndryshme të shqiptare ose evente, të themi kështu më shumë, që për t'i përfshirë më të shumë? Patjetër. Edhe me thënë drejtën që kohën e fundit, sidomos të 2 vitet e fundit, më duket që ka më shumë dasma atje se sa këtu. Më shumë keni atje se sa këtu? Më shumë atje se këtu. Sezona e verës, ose sezona e pushimeve verore, ose edhe dimërore, ne e dim që në Kosovë gjithmonë sezona edhe e dasmave. Po, këtë vit, sikur që kam dëgju shumë herë që nuk janë ma shumë, sa kanë qenë. Them të drejtën, ne jemi shkojmë në për dasma, në për ahengjet ndryshme familjare atje, edhe është shumë e vërtet që jemi pothuaj se çdo fundjavë në dasma shqiptare. Atë shumë bëhen dasma shqiptare atje, sa që është ndoshta mirë për ne që transmetojmë pak edhe... Për neve s'është qaq mirë. Për ju ndoshta, po shiko, ne do më thënë e kemi... Keni fillu me menu veç për vete, ju tash atje. Ne shqiptarët e kemi një diçka të mirë që kudo që shkojmë e bëjmë vendin tonë. Kështu që ne ndihemi edhe atje si të na, e bëjmë me traditat tona, nuk dallohet asgjë prej këtu. A dallojnë ndoshta me të pyet dasmat, a kombinohen apo janë më shqiptare atje se sa këtu tek ne? Jo, nuk e kisha thënë ashtu, pa marrë parasysh, a kam dëshirë me e thënë, jo, nuk e kisha thënë. Jo, është mirë të thuhet mendimi real. Shiko. Jo, çka kemi dëshirë me thonë. Dasmat, është shumë e vërtet që themi ne si është vendi e bëjmë ku vendin. Po vendi bëhet me njerëz që i ke. Kështu që ne, shumica e dasmave që bëhen atje, për fat të mirë ose të keq, nuk e di se si, për mua është, do më thënë, vendosje se cilit, do më thënë, martohem me nacionalitetet huja, dhe ata që martohen me nacionalitetet tjera, njëri prej nusës ose dhe ndër të shqiptar, ka dëshirë që të tregoj kulturën tonë, një copë atë dhejo të marrin edhe të shojnë edhe kultura tjera, kultura gjermane. Dasma mundohemi me i bën traditat sikur këtu, është shumë e vërtet që është e pamundur me e pas atë gjithë traditën këtu, sidomos ajo pjesa e Krushqeve, me shku me Marnuzën, ajo nuk ekziston atje. Ka fillu tash, për një kohë të shkurt, ka fillu të bëhet mirë, po sa i përket lokaleve, restoranteve ku bëhet dasma, e bëjmë të pasoj se të njëjtë sikur edhe këtu.